Tani kalojmë tek receta e dytë. Receta e drekës, mbarua me mëngjezin. Tava e dheut. Tava e dheut. Mirë, le të shohim së bashku fillimisht recetën. Çfarë përmban tava e dheut, cilët janë përbërësit? Tavë tironse dheut me të brendshme viçi. Ju duhet 400 gram mish viçi, 500 gram gjiz, një kokër qep, një thelpi hudhër, 50 gram miell misri, 10 gram nenexhik i thatë, 10 gram spec i kuq, një lugë gjelle salcë domatesh, 2 lugë gjelle vaj ulliri, gjalp, dikute 20 gram, pra një 2 lugë gjelle, dhe sigurisht krip piper i zi për rregullimin e shijes. Niki, të lutem shumë më merr 2 domate në frigorifer, se i kam lënë në frigorifer. Gjëja e parë, vendos qepën. Qepën që të tretet me ujë. Do të shtoj pak spec të kuq për t'i dhënë. Të lara janë ato faktikisht, i kam vendosur në frigorifer. Sikurse pastroj. Larja më e duhur e domates duhet të jetë pjesa? Po, në aty mblidhen të gjitha papastërtitë dhe mikroorganizma, kështu që me sod, paraprakisht. Patjetër që tregoj diku në një faqe 4 produkte, patatja, qepa, dhe cila nga këto, më thoshin, nga këto 4 produkte është frut. E normalisht domatja. Por, nëse unë, që kam jetuar të 2 epokat, dhe para dhe pas, normalisht domate nuk do të quaja perime, unë si Albana. Ose si perime konsumohet. Nuk se futet në miksimi e frutave. Prandaj do unë e quaj, sepse do ta përdornim si molla, si portokalli, dhe në to pardon, unë e fusë perime. E kaloj në blender. Do të shtoj edhe pjesën tjetër të salcës së koncentruar tashmë, pra edhe domate të freskët, edhe salcë, edhe piper të kuq. Ja. Po të duam, ju e patë shumë mirë, që unë kam vendosur një gjysmë qepe, edhe një thelpi hudhër. Për t'i dhënë atë shijen Tashmë që kemi këto mjetet, receta bëhet edhe më shpejt akoma, se të mendosh që këto pralonin të gjitha në... Qepën e kam që po bëhet. E ke shtuar aty, plus që salca është mëse e dura, duke bashkuar edhe njerë domaten, sprecin e kuq, salcën e domates dhe shtuam edhe një gjysmë qepe. Ja, largoj këtu, mbajtë, mos... Le të bëhet në terezinë e saj. Atëherë marr një gërshër, sepse e pash edhe dje që është më e vështirë. Se është pak më e fortë kjo pjesa e dhjamushkave për t'i dhënë pak shije gatimeve. Ne një pjesë që do ta shtojmë. Ja, edhe pak. Derisa, patjetër që do të treten, kjo pjesë do më duhet vetëm, është pak e vështirë, po... është pak e fortë. Do t'i kaloj. I vësërisht, kapaku, çfarë të brëndshme që ne kemi,
Ja, për shembull, unë nuk e marr, nuk e laj. Disa thonë që unë e marr nga marketi dhe ka gjak. Unë si veproj. Pra, jam duke përsëritur komentet. Nuk e laj. E pres. Kur e kam të freskët, se kam fare problem. Kjo është edhe në ngrije, apo jo? Jo, kjo është... Okej, dhe më të kur i kemi nga ngrija diet, që do t'i prisim dhe kollaj dhe ishte edhe më nëse është nga ngrirja, normalisht bakteriet janë aktivizohen. Si në ngrirje dhe si në vlim është e njëjta gjë. Patjetër që do lëshoj gjakrat që ka, sepse kemi pasur në ngrirje. Por, tekmëlqia për shembull është një gjysmë, një çerek procesi i gatimit si kurse është dhe teperimet. Tava, e dheut faktikisht, kërkon dhe pak mish viçi. Bashkë me të brëndshme, e do në qik shien e mishit. Por, shpesher, pa mundësia, bën që njerëzit të zgjedhin dhe alternativat të tjera. E marim të brëndshme të që më shumë që edhe edhe të pak më brëndshme të lira. pule. Po. Pastaj, po i shkovi tironësve mëndja për tavë e tyre të dheut, nuk do pyesin. Do ta marrin atë që do ta kem patjetër një herë në javë në gatimet e tyre. Me faqoren e rakis, kjo është... Tani është dhe varë, faktikisht kjo rakia si kur të ndes më shumë, po që në ato ditët e tjera. A ke pati tironës mos këtë faqoren e rakis me vete? Vetëm kjo brezi ri, me thonë drejten. Ndryshon pak, por heci në gjurmët e prindërve, si do që tjetë. Vazhdojmë me përgatitjen e tavës tironës, e tavën e dheut, i lexojmë dhe njerë përbërësit e saj, për anvisat që sa po kanë hyrë në shtëpi, nuk i kanë shënuar përbërësit nga tava leximi tavës. Ju duhet pak mishviçi të brëndshme, gjiz, qep, hudhër, pak miell mistri, nene gjik i thatë, speci kuq, salcë domatesh, vaj ulliri, gjalp, krip, piper i zi. Pastaj, se cila prej zonjave që gatuan në shtëpite, ato mënyrat, metodat e veta të përgatitjes. Ne kemi vendosur qepën, kemi vendosur edhe pak nga këto dhjamushkat. Shiko, marë pjesën shtuam edhe mishët. E mishit, ja, po duket ndryshimi. E nisë me mishin në fillim. Në copëza të vogla, bashkë me dhjamushkat. Nuk kam harruar, tavën e kam në furrë, me pak yndyrë, që të, jo që të ngrohet, por që të mos a kapësh do të tavën e baltit. Duhet e nxehtë ajo, që të vendosim pastaj mbushjen. Do të shtoj edhe pjesën Një këtu e rëndësishme është që këto të zjenë mirë, të jenë të skuqura mirë. Bashkë me salcën. Këto do t'i largoj, sepse është me të malë, sepse është me mish edhe. Me pak bimët aromatike, si që shikoni, të bimët aromatike, unë kam vendosur kam qesen sipër, dhe këtë qese kam bërë disa çpime, ja. Përse? Për të mirëmbajtur shumë mirë bimët aromatike që janë të, sikur janë të sapo këputura. Ja, e shikoni që nuk ka asnjë lloj pjese të verdhë. Sërish do më duhet, por nuk harrojmë që i ndrojmë ujin çdo ditë. Nga bimët aromatike do të vendos pakës ujë që të ke mundësi unë të marë salcën. Një përzierje shumë të mirë, dhe ups, e largoj se s'më duhet.
e lë të bëhet me pakos piper, sikurse edhe masën e kripës. E përziej, i vë kapakun. Deri këtu. I vëm kapakut edhe në pjesës së parë të I vëm kapakun. përgatitjes së recetave. Tani është koha të konsumojmë dhe në një kafe. Në ndezim ekspresin. Sa të ndezësh ekspresin, unë bëj hollimin e miellit të misrit me gjizën. Do t'i shtosh dhe ujë, që t'jetë si një masje lëngët. Po, pak fare. E olloj me ujë të dyja, okej. Mirë, jemi rikthyer në pjesën e fundit të recetave tona. Përgatisim tavën e dheut, japim asaj dorën e fundit sikundër ju e ndoqët. Kam mielin e misrit Me gjizën. Një përzierje të mirë. Të jetë e lëngshme, sepse nëse nuk është e lëngshme, normalisht do të filloj plasaritja në tavë, edhe do jetë sikur është bukë edhe jo kjo mas e lëngësht. Marë. Të që zbut pak pjesa e gjizës, e më zbut shien. Marë tavën që e kam vendosur në furrë me yndyrë. Do të shtoj këtë masë do të shtoj në energjik. Disa kam parë që vendose majdanoz. Dikur, kjo ka qenë bima e shenjë në të gjitha gatimet. Në energjiku i thatë, sepse ka aromë më të fuqishme. Bë një përzierje të mirë, sikurse dhe me specin e kuq. Shtoj dhe pjesën tjetër, që të kem fuqishëm aromë. E marrë dhe e vendos direkte në furrë, avash. Aty do të përgatitet, do t'jepi dora e fundit dhe ne do t'a tregojmë deri në përfundim të recetave. Kjo ishte tava e dheut me të brëndshme dhe me mishin gjerza, gjizë pak miell, gjalp dhe gjithçka tjetër që e bën atë këtë formën tradicionale edhe të pjekjes në tavën e baltit.